Po, ky stinor na ka mësu edhe shumë, unë si lejtar i ri, në fakt si lejtar i ri, por si djalë i ri, ku mësu shumë edhe për jetë. Pa morë parasysh qysh është jeta, ka njerë kemi pas ullje, ka njerë kemi pas ngritje, do të me nejtë gjithë konstant, edhe gjithë do të me pas një qëllim edhe me punu në drejtim të qaqi qëllimi që me arrit një ditë. Edhe njëjtë të kone edhe me basket si vjetë, kina pas shumë humbje, kina pas shumë basketbol keq, ka njerë kina lujt, por gjithë kina ushtru, unë nuk besoj, edhe jo që s'besoj, se unë kam shok na normal, kina çdo ekipe, kam ka një ose dy shok që folin non-stop me ta. Kur kush nuk ka ushtru ma shumë se na. Edhe jo vetëm si vjetë, edhe vitin e kaluar, kur kush nuk ushtron ma shumë se trepsha. Edhe do me thonë që ajo na ka mbojë që në fund me poshtë sukses. Po kësha doshta diçka me thonë, ashta nuk është keq, se gjithë meritat i marrëm gjithë na lejtar, trajneri, po kur njerëzit që nuk duken kamera. Edhe duhem i falenderu shumë, tu fillu prej Izetit, Agonit, Gjangos, Benit, fizioterapeutave, Meritonit, Albionit, Mertit. Gjango cili ke? Gjaviti. Bi emrin? Beqiri. Beqiri, që ashtu përmer një emrin se është alfa... Gjango i në mësush. Gjango këtë i thujnë. Sholla se ku marru dikon, e thash, Mertin, Argentin, gjithë këta na mundësojnë neve lejtarve që mos me pos as një keqen klub, mos me pos as një penges, mos me pos as një vrejtje, gjitha janë në regull që na me përfunu sa ma mirë në loj. Kështu që e meritojnë një falenderim shumë të madhë të gjithë. Dardan, normal, edhe krijetari edhe lindritja. Një prej me, një këshill prej me për ty kështu publikisht, kur mos ndra. Këto që bone është madhështi. Me thonë me qenë modest edhe mja njohë kontributin se cilit për atyre që nuk shihen. Sepse pa ata njerëz, me thonë nuk ishit qenë këto. Allah të kohët, bravo. Vullnet, gjatë intervistave